A e dini që kam vënë re nga eksperienca ime mbi 20 vjeçare si shofer, që është një kategori burrash 50 vjet plus, diku 60 në mos, që janë shumë të rrezikshëm në timon. Kanë një prepotencë në ngarjen e makinës sa nuk di, nuk njohin as rregulla qarkullimi, as gjë, ecin para, futen keq, nuk shohin kë kananash. Nuk e di qa i ka bërë këtë gjë, po kjo kategori ju them bëni kujdes kur i keni afër, sidomos ju vajza dhe gra që sapo keni marrë patentën apo që nuk e dini mirë makinën, bëni kujdes nga burrat 50-60 vjeç plus, kur i keni para anash mbrapa, sepse janë shumë të rrezikshëm timon. Paçi.